Përse vajzat duhet të bëhen inxhiniere? Po për mendimin tim, vetëm vajzat nuk duhet të bëhen inxhiniere, edhe djemtë edhe vajzat e kanë vendin në inxhinieri. Aty varet se kush ka dhe sa ka dëshiren, e po ashtu duhet pasur edhe disa shkatësi. Për shembull, kam dëgjuar se shumë vajza janë të mira në matematikë, apo shkenca të ndryshme, apo zgjedhin probleme shumë më mirë se djemtë. Dhe nëse i ke këto shkatësi, atëherë je e lirë të bëhesh inxhiniere. Nëna më thë që puna e një inxhinierit është e rëndë. A e keni pasur problem për ta studiuar dhe për ta punuar këtë profesion? Vërtet, puna e një inxhinieri është mjaft sfiduese. Mirë po, kur e ke dëshiren, atëherë edhe puna më e vështirë bëhet e lehtë. Është e vërtet se gjatë studimeve ka qenë vështirë. Kemi qenë vetëm 5 vajzat të cilat kemi studiuar në grupin tonë për inxhinieri. Dhe të gjitha nga ne kemi arritur sukses dhe tani të gjitha punojnë në këtë profesion. Mua më pëlqen të punoj me Labox dhe të krijoj punime inxhinierike. Nëse unë kur të rritem dhe të bëj inxhiniere, çfarë këshill më kishe japur ti mua? Nëse ti veç ke dëshirë të punosh me Labox, atëherë ti je në rrugën më të mirë për të bërë një inxhiniere. Çka të kisha këshilluar është që kur të mos dorëzohesh. Ka pasur raste kur gjatë studimeve unë shumë jam lodhur nga provimet dhe jam mërzitur shumë se nuk po mund të përfundoj një detyrë të caktuar. Mirë po, kam pasur shumë vullnet dhe me vullnetin tim ja kam dalë që të bëhem në fund inxhiniere. Pse e keni zgjedhur ju këtë profesion? Në fakt, ky profesion më ka zgjedhur mua, jo unë atë. Kur kam qenë shumë e vogël, babai im ka punuar me disa pajisje të ndryshme dhe unë e shiqoja vjedhur asi se çka po bën. Nganjëherë edhe futesha në dhomë aty edhe ja prekja ato pajisjet. Dhe aq shumë kisha frikë se do të më çortonte. Mirë po pastaj e vreja se edhe ati i pëlqente ajo çka po bëja unë. Po ashtu, edhe në shkollë kam treguar aftësi të mira në matematikë dhe vetë mësuesit e mi dhe profesorët e mi më kanë sugjeruar të shkoj të studioj inxhinieri.